Këtu ngjatjeta uroj t'jeni mirë. Arratisja e Fevziut, çfarë ka nohatur gazetari që i shërbeu të gjitha pushteteve me deklaratat e tij të dhëna mbrëm tek Ylli Rakipi, përse Blendi Fevziu është arratisur nga barka e Sali Berishës dhe nga barka e Edi Ramës. A është Blendi Fevziu produkti më i pastër i sistemit të Ramizalis që ndërtoi për të kontrolluar tranzicionin politik shqiptar dhe atë mediatik gjithashtu? Kur Fevziu thot se Rama dhe Berisha kanë marrë fund, a flet si gazetar, si një njeri që ka nuhatje politike, apo si një aktor që po përgatit veten për botën e re që po lind? Si mundet që një njeri i cili ka mbijetuar çdo regjim, çdo kryeministri dhe çdo pushteti, çdo epoke, të flas sot për fundin e të tjerëve, pa përmendur asnjë herë përgjegjësinë e tij si gazetar? A është gazetaria e Fevziut shenjë e zgjuarësisë së tij profesionale apo e aftësisë për t'u përshtatur me çdo pushtet nga Ramizi tek Nano, tek Berisha, tek Rama? Nëse po mbyllet epoka e Edi Ramës dhe e Sali Berishës, a është koha që të mbyllet edhe epoka e gazetarëve që kanë qenë pjesë e sistemit të tyre? Cila është kriza që ka pushtuar median shqiptare? Përse Fevziu po del dhe po zbret nga barka dhe përse ai po riformaton, po rikrijon veten e tij si një dëshmitar të një epoke tranzicioni dhe jo si një aktor të saj? Fevziu ka zbritur nga barka e Ramës dhe e Berishës, ndërsa Grida Duma është arratisur të gjejë ndonjë influencere TikToku, siç është hati i TikTokut, për të rikrijuar dhe për të rishpikur veten e saj, për të sjellur një minimum audience tek Top Channel. Në kohën kur të gjitha mediat sot janë duke shkuar në pikjad, sepse të gjithë ata të cilët kanë mundësi, kanë dritaret e tyre, kanë televizionet e tyre, YouTube, TikTok dhe rrjetet sociale kanë liberalizuar tregun dhe kanë nxjerrë komplet jashtë luhet të gjitha mediat tradicionale. Si po rishpiket Fevziu, çfarë po bën Grida Duma dhe çfarë njoftojnë ata për sistemin dhe për arratisjen e madhe nga barka e politikës së vjetër të tranzicionit. Sigurisht, unë merrem me këtë çështje sot sepse Fevziu ka qenë një dëshmitar, ka qenë një lojtar i cili ka prodhuar politik, ka prodhuar kryeministra, ka prodhuar agenda politike, ka qenë gjithmonë i pranishëm fuqimisht në tregun mediatik dhe politik shqiptar, dhe ata që e duan apo ata që e urrejnë e kuptojnë që ai me dhelpëri dhe dinakëri të rrallë ja ka dalë të jetë pranë Ramizalis, pranë Sali Berishës, pranë Fatos Nanos, pranë Edi Ramës, pranë gjitha pushteteve, dhe e ka pozicionuar veten e tij tashmë si një brand kryesor mediatik, madje më të madh se televizioni që e mban. Në fakt, kur thua televizioni Klan, askujt apo rrallë kujt i shkon mendja tek Alexander Frankaj apo tek ndonjë pronar kryesor i televizionit. Kur thua televizioni Klan, ke thënë Fevziu. Është ndar Klani i gjithi në influencën e Blendi Fevziut dhe në historitë e dashurisë së hanëmeve të Stambollit dhe të Bosforit me telenovela turke. Kjo tregon që TV Klani është përpiqur të brandohet nëpërmjet portretit dhe figurës së Blendi Fevziut, dhe Fevziu tashmë dal nga dal nis dhe bën shkëputjen. Po ta keni vënë re, në kohët e fundit merret vetëm me publikime më asnjanse, më neutrale, merret me kulturën, me kulinarin, me plazhet, me udhëtimet e tij jashtë shtetit, dhe her pas here ngul dhe gozhdat e tij tek emisioni i mbrëmjes me Buzhalën, me Baton Haxhiun, me Lenz Vangelin, me të ftuarit e tij të cilët i shërbejnë lojës dhe status quo-s politike. Gjithsesi, tashmë Blendi Fevziu ka nisur arratisjen e madhe. Ai është shprehur tek Ylli Rakipi mbrëm se kryeministri Edi Rama është njeriu më i fuqishëm me 30 vjet tranzicioni politik Shqipëri për nga përqendrimi i pushtetit, dhe ai ka treguar se Shqipëria po shkon drejt një partitizmi, pra drejt pushtetit një partie të vetme, që do të thotë de facto vdekja dhe zhdukja e demokracisë. Fevziu ka argumentuar tek Rakipi
dhe ka thënë se pushteti i madh dhe mungesa e kërcënimit me humbje zgjedhjesh çojnë në arrogancë qeverisë, arrogancë që sipas tij pra vjen nga shifrat. Për sa kohë një qeverisje ka shifra të larta bëhet më arrogante, edhe pse nuk na e ka thënë se si ja doli Rama të marrë këto shifra nëpërmjet bashkëpunimit të tij me kartelet e drogës dhe me grupet kriminale që preken tek çdo raport ndërkombëtar. Ai vëren tek opozita, gjithashtu Fevziu ka braktisur edhe barkën e kalbur dhe të mykur të Sali Berishës, duke thënë se ka një mungesë besimi në të ardhmen dhe në fitoren e ardhshme, përveç Fevziut, sipas Fevziut, pra vetëm Sali Berisha është ai i cili beson politikisht në një fitore të mundshme. Tashmë Fevziu e ka kuptuar që 81 vjeçari Berisha nuk beson më në fitore, por është duke bler kohë që të shtysat shty dhe ka nisur të zbres nga barka me shpejtësi. Fevziu gjithashtu ka theksuar se balanca demokratike në Shqipëri, hapësira demokratike, debati politik, pushteti lokal janë shumë të reduktuar në krahasim me vitet 90, pra tani jemi më keq se në vitet 90. Kjo analizë tregon një profil të Fevziut dhe profilin e arratisjes së tij të madhe. Pse po arratiset Fevziu dhe ku do të shkojë ai, çfarë po tenton të bëjë dhe si po e rikrijon veten për të bërë gati të hidhet tek barka e re e tranzicionit të ardhshëm dhe e pushtetit të ardhshëm në Shqipëri. A e kanë urdhëruar ustallarët që të hidhet tek barka tjetër, apo e ka bërë këtë? Për ta kuptuar këtë duhet të kuptojmë pak një profilin strategjik dhe psikologjik të Blendi Fevziut, kjo figurë qendrore e cila lëviz dhe qarkullon me kujdes dhe tashmë po kalon nga politik bërësi i cili prodhoi të gjitha pushtetet në një politik bërës apo një gazetar që prodhon politik, por në dimensionin e tij nga lartësitë e neutralitetit, nga lartësitë e baraspeshës. Fevziu sigurisht është duke përpjekur, sepse është i datëlindjes 1969, pra konsiderohet i ri në moshën gazetareske apo politike, pavarësisht se ka 30 vjet që ai kontrollon politikbërjen në Shqipëri, nuk ka dashur të hyjë në politik jo sepse nuk i pëlqen politika, por sepse ka parë që fitohet më shumë duke e kontrolluar politikën nga jashtë dhe jo duke u zhytur brenda. Çi duhet një njeriu që fiton milionat i vinë në gazetari, çi duhet të futet në lumin dhe në lucën e politikës, duke u marrë aty me akuza, me tendera, me dreqje, me birë. Ai thot, unë jam jashtë, unë i kontrolloj nga jashtë, edhe fitimet, pozicioni, pushteti vazhdon sepse ka medjen e tij. Blendi Fevziu po bëhet gati për periudhën 2025-2030 dhe me 3 skenar të mundshëm sipas vendimit tim. Dhe këtë e shohim në mënyrën se si ai po përgatitet për të ruajtur rolin si figura më jetëgjatë e mediave dhe opinionit publik në Shqipëri. Pozicioni aktual i Blendi Fevziu tek mendja e çdo shqiptari është që ai është gazetari që i mbijeton çdo sistemi. Fevziu është sot në fazën e stabilitetit maksimal personal, por të paqëndrueshmërisë politike kombëtare. Dhe ai e ka kuptuar që Rama është duke shkuar drejt fundit të tij, e ka kuptuar që Berisha e ka nisur tashmë fundin e tij, dhe e ka kuptuar që edhe rrena që Berisha dhe Rama janë kundërshtar të njëri tjetrit, tashmë ka rënë, është kërmoqur. I gjithë populli e di, e pam dhe di në parlament. Rama dhe Berisha ruajnë status quo, ruajnë ndarjen, po bëjnë ndarjen e roleve dhe e din shumë mirë Fevziu që të dy ata do të largohen shumë shpejt nga politika. Ndaj dhe Fevziu thot kush është brenda PD-s nuk ka, as i intereson fare dhe ka të drejtë këtu. As kërkujt aty brenda nuk i intereson fitoria, as ka mundësi ta prodhoj fitoren, as ka figura kush ta sjellin fitoren, dhe arsyeja më e fundit është teatri më i fundit që po bëjnë me aktorin e Portokallis. Ai tjetri del për t'i bërë publicitet vetes, komunisti Qori, që është radikal komunist, e di që nuk fito gjë, po i bën vetes publicitet, sepse ka media dhe portale që e mbështesin, janë portalet e komunistëve në Shqipëri,
dhe duke qenë kandidat ti i bën publicitet vetes, nuk ka rëndësi nëse merr 10.000, 20.000 vota, ti e mban figurën, sepse Qori e di që nuk fiton përballë PS-s dhe PD-s, por e mban veten që thot jam dhe unë këtu, më shihni dhe mua, sepse duke qenë kandidat të nxjerrin portalet, vetëm e ne nuk e bën, sepse janë prostituta. Janë prostitutat e Edi Ramës dhe prostitutat e Sali Berishës. Këto mediat, portalet, zullumhanet, televizionet, gazetaret, prime time janë prostitutat të lindura, të cilat merren vetëm me këtë pislëk. Pra, ka një garë fiktive me Tiranën, morën një humor portokallie se nuk donte DJ Ilir Ali Mehmeti, as donte DJ Jorida Tabaku, as kanë më figura, janë në pikë të hallit. Fevziu e ka kuptuar këtë pjesë, sepse është lojtar i vjetër, është lojtar që i njeh kulisat, i di gjitha mirë. Çfarë po bën? Fevziu po ribrandon veten e tij si njeriu i ekuilibrit mbi të gjitha palët dhe njeriu i arsyes për të mbajtur ndikimin moral edhe kur i gjithë sistemi të bjerë. Pra edhe kur shëmbet Rama me Berishën, ai të jetë si një lojtar, si një dëshmitar i këtij tranzicioni dhe të ketë aksione morale të cilat vijnë dhe i dikton neutraliteti i tij dhe qëndrimi i tij jashtë palëve dhe mbi palët. 3 skenar sipas mendimit tim i ka Fevziu në kokën e tij me projektin e tij të Aratis Madhe. 1. Skenari i parë është kërkon të rindërtohet si institucion kombëtar i opinion bërjes politike në Shqipëri dhe si objektiv sigurisht ka të shndërrohet në gazetar figur të simbol të mendimit politik shqiptar dhe këtë e arrin sipas tij duke u arratisur nga barka e Ramës dhe e Berishës që i ka shërbyer aq shumë për gjatë gjithë këtyre viteve, por edhe kush ka qenë përpara tyre, Ilir Meta, Fatosnano etj. Dhe këtë e bën duke ndërtuar një profil të qetë, reflektues, historik dhe jo militant. Për shembull, Krishnik Osmani çfarë bën? Nuk e ndërton profilin e qetë sepse duhet jem në luftë. Unë do t'i mërzis njerëzit, unë do t'i mërzis një pjesë të shqiptarëve, sepse do të luaj në mënyrë agresive, sepse nuk ka kohë të luaj but, me krem Nivea nuk kam kohë të luaj. Unë dua apo nuk dua ndërtoj profilin e tij si një fighter, si një luftues, si një luftarak. Kjo do të mërzis komunistët, do të mërzis socialistët, do të mërzis rilindasit, sepse u kërcënohen parat, marrin para, vjedhin parat të çmendur, i ketë gjithë ditën shkon e hap janë ato rrjetet e Instagramit, i keni javë për javë Milano, Firenze, Rotterdam, Amsterdam, vjen, shkon, hajnë dreka andej, pushojnë, bëjnë qef, shkojnë në për buzuqe gjithkohës, në për Greqi, në për kazinora, para e pafund. Ndaj Fevziu nuk e preferon këtë, por preferon ta mbaj mirë me të gjithë. Edhe unë di ta mbaj mirë me të gjithë. Mirë Berisha, mirë Rama, po do ta shohim, po ka mundësi, po edhe mund ta rregullojmë, po nuk bëhet kështu, po nuk është mirë kështu, di unë ta ruaj këtë profil. Por nuk kemi kohë, kjo është dhelpëri. Di unë ta mbaj mirë edhe me Berishën, edhe me Ramën, bëj sikur i sulmoj, bëj sikur flas, bëj sikur bëj opozitarin, dhe mirë ky, mirë ai, mirë Kosi, mirë Lalla, mirë Pilafi, mirë mishi Qingjit, mirë mishi Viçit, mirë sallata, mirë kjo, mirë gjitha. Ha? Por nuk ka më kohë me ndet kështu, sepse Shqipëria po fundoset. Po i shihni planet se si bëhen. Ruajtja e profilit të qetë dhe reflektues i Fevziut është që ai të pozicionohet si njeri i historisë dhe jo si militant. Ndaj arratisja e Fevziut tregon qartësisht fundin e epokës së tranzicionit shqiptar politik. Por ky tranzicion është shumë i rrezikshëm sepse mundet të shkojmë nga shiu në breshër, në qoftë se shqiptarët nuk do të jenë në gjendje ta kuptojnë siç e ka kuptuar Fevziu dhe të arratisen nga barkat e shpuara dhe të fundosura të establishmentit të vjetër, të Partisë së Punës që u krijuar në vitin 1991, që u ndan këta në 3-4 parti dhe po ata e kontrollojnë, vetëm kush do Berisha bëhet deputet, kush do Rama bëhet deputet. Atë ka
në listën e sigurt të Berishës ka njerëz që nuk i voto as shtëpia vet. Ai i fut në listat sigurta, as kërkush nuk e merr vesh sa vota kanë marrë dhe ata janë deputet. Fut njerëzit e LSI-s i fut në parlament pa as i vot. Fut njerëz të tillë pa asnjë vot, nuk i voton shtëpia vet. Dhe i bën deputet. Pse? Sepse është mesazhi i Berishës që unë komandoj këtu në Shqipëri. Unë vendos në Shqipëri bashkë me Edi Ramën që bën të njëjtën gjë. Çfarë ti teket atij e fut në listë, çfarë nuk i teket e zhduk, e masakron, i lëshon drejtësinë, e fut në burg, e shkatëron, e shkrin. Mesazhi është që nuk guxon njëri të hyjë në lojë, populli shqiptar nuk ka të drejtë të zgjedhë përfaqësuesit e vet. Votat i numëron Rama me Berishën, reformën territoriale e bën Rama me Berishën, reformën zgjedhore e bën Gjiknuri me Bylykbashin, nuk ka gjë që dali jashtë kontrollit të tyre. Fevziu po bëhet gati për një skenar më të madh. Ka nisur Aratin me butësi, ose me lejen e tyre, ose pa lejen e tyre. Unë e di se si e ka bërë, por dua që të më shkruani ju te komentet, miq të dashur. Ju mendoni Fevziu është duke u aratisur nga barka me lejen e Ramës dhe të Berishës apo pa lejen e tyre? Kam dëshirë ta dëgjoj opinionin tuaj. Objektivi i Fevziut strategjik është që ai synon tashmë të bëhet ura ndërmjet brezit të ri dhe brezit të vjetër të politikës dhe elitës së re politike që do të lindë në Shqipëri. Ai don të bëhet balancuesi dhe si arrin këtë, mban marrëdhënie të balancuara me të gjithë njerëzit e sistemit aktual, Rama, Braçe, Spiro Pali, Berisha, njerëzit e Berishës i fton në studio, i mban me qetësi, mban dhe lidhje me establishmentin e prime time-it, që është analiza e prime time-it, dhe e mban mirë situatën me të gjithë, ndërkohë hedh parulla në popull që shiko, unë jam aratisur nga barka e Berishës dhe e Ramës, sepse po ju atregoj. Dhe kur të ndodh fundosja e Ramës dhe e Berishës, Fevziu do dalë dhe ju thot, a ju thash, miqtë e mi, thot, sa kohë kam që ju kam paralajmëruar se Rama dhe Berisha do të bien, a nuk isha unë ai që ju thash tek Ylli Rakipi në 27 tetor të 2025-s, pra mbrëm, që Rama e ka kthyer Shqipërinë në pronë private dhe është një shtet që nuk ka më parti tjetër përveç Rilindjes dhe Partisë Socialiste. Dhe nga ana tjetër ju thash që Berisha nuk premton më, pra nuk ka për të qenë më lojtar. Dhe unë ja kam thënë çdo natë, miqtë e mi, që Berisha po synon të jetë lojtar taktik, me shpresën që t'i vinë i fishkëllim nga Trumpi. Por Berisha e di që një 81 vjeçar nuk mund të jetë lojtar strategjik. Fevziu në këtë moment po përdor kredibilitetin e tij si garant moral në një moment ku shoqëria nuk i beson më shtetit, as institucioneve dhe si beson më as Sali Berishës. Efekti që kërkon Fevziu të arrijë është që të bëhet filtri i këtij legitimiteti. Për çdo figurë të re që kërkon pranimin publik, duhet kaloj tek filtri që është Fevziu, dhe ai duke bërë vetën filtr të garantuar, duhet të jap deklarata që ka zbritur nga anija e Berishës dhe e Ramës dhe establishmentit të vjetër 33 vjeçar, sepse vetëm duke e bërë këtë mund të krijojë një lloj filtri legjitim tek masa e shqiptarëve e cila e shehet çdo natë pasi mbaron historitë e dashurisë së hanëmeve të Stambollit tek televizioni i Frankajt duke parë telenovela turke nga mëngjesi deri në darkë, dhe kalon tek opinioni i Fevziut. Në thelb kush është klani? Është vetëm opinioni i Fevziut. Pjesa tjetër është telenovelë turke. Pjesa tjetër është kot për të mbushur emisionin dhe për të mbajtur gratë që rinë në shtëpi dhe pleq që janë pa punë, shkretët, shohin në telenovelë se si pihet çaja, si bin dashni hanëmet në Stamboll. Edhe si martohen, si ndahen, si bëjnë intriga, si lufton mafia, si lufton ky, si lufton ai. Histori telenovela që do populli me mbajt popullin para televizorit. Duke patur parasysh këtë, ne kuptojmë që Fevziu e ka kuptuar dhe e nuhat rrezikun e madh. Dhe nëse lidhjet me elitën e re bëhen shumë të dukshme, ai mund të konceptohet si një kingmaker ndërmjet elitave të reja politike që do të lindin
klasa e re politike që do të vi, figurat e reja politike që do të vinë, dhe Fevziu vetë ofrohet si një kingmaker ndërmjet lojtarëve të ri që do të hynë në fushë dhe lojtarëve të vjetër. Rama, Berisha, Meta, Fatos Nano është duke bërë betejën e tij në spital, është tërhequr prej kohësh nga politika, por sigurisht është njëri që ka patur influencë të fuqishme në Partinë Socialiste, tek e majta shqiptare, me të mirat dhe të këqijat e këtij, është një person që ka patur influencë. Pa diskutim, Fevziu është duke dalë, do të tentoj tashmë të dalë përtej kufive shqiptar dhe të pozicionohet si një zë rajonal i analizës dhe i tranzicionit politik në Ballkan, duke marrë formatin e Deutsche Welles apo të Euronewsit, dhe këtë arrin veçanërisht duke përdorur ndikimin e tij në media dhe lidhjet e tij diplomatike që nuk janë të pakta, për të zhvilluar projekte dhe platforma ndërkombëtare, për shembull për të qenë i pranishëm si një gazetar i tranzicionit dhe si një dëshmitar historik i kohës, duke e fshehur dhe duke e maskuar me kujdes faktin që ai nuk ka qenë dëshmitar, po ka qenë bashkautor i këtij tranzicioni. Ka qenë bashkautor edhe si lojtar jashtë politikës, ku ka qëndruar me zgjuarsi, pa u zhytur në lumin dhe në kënetën e tenderave të korrupsionit të BKH-s, e të spakut e gjykatave oj poshtëre, ke dhënë leje pallateshe, siç ka ndërtuar karrierën e tij dhe pasurinë e tij Edi Rama, të majtë të djathtë Berisha, Erion Veliaj. Rama si e bleu Partinë Socialiste. Me lejet e pallateve që i bëri, i ka kushtu 200 milion euro Partia Socialiste e Edi Ramës. I ka kushtu saqimet e kokës. Erion Velia e dinte këtë dhe po përgatitej gjithashtu. I kputi kokën se po rritej shpejt, e zhyti atje në burg dhe e holli. Pse? Sepse Erion Velia po përgatiste miliardat e tij gjithashtu për të ndërtuar establishmentin e tij. Por të gjithë këta janë prodhuar dhe kanë dalë tek studiot e Blendi Fevziut. Pra, Blendi Fevziu po synon sot që ai të rindërtoj, të rikrijoj markën që e mban gjallë Fevziun, apo është duke rikrijuar markën Fevziu për botën e re që po lind, për politikën e re që po lind, dhe don të bëhet kingmaker ndërmjet lojtarëve të ri që do vinë dhe politikanëve të vjetër, të cilët kanë ende shumë në dorë pushtet, kanë shumë para, kanë shumë ndikim mediatik, dhe Fevziu i paraqitet si kingmaker i Ramës dhe i Berishës, lojtarëve të ri që duan të hyjnë në fushë pa lejen e tij dhe pa lejen e tyre, që unë jam kingmaker dhe po deshe të merreni vesh me Ramën dhe me Berishën, e janë se kaloni tek filtri Fevziu, tek marka Fevziu, dhe unë ju vë në studion time në dispozicion. Studio të cilën ai ja ka vënë të gjithë llumit shqiptar, që e ka shkatru këtë popull dhe këtë kom, me teatrin dhe me sketchin e ndarjes së roleve, gjoja janë kundër njëri tjetrit, 4 nga kjo anë, 4 nga ana tjetër, një natë flitet për baklavan dhe për kulinarin shqiptare, natën tjetër ngulet gozhda në qafë se kush duhet i fitojë zgjedhjet, dhe ai i ndërton figurat politike, ai shpik i krijon figurat politike, ai futi tikun brenda në lojë, Shabanin, Çehajn, të gjithë lojtarët e ri. Po ne pse nuk ishim? Sepse ishim pa lejen e sistemit. E keni parë ndonjëherë Krishnik Osmani një tek studio e Fevziut? E keni parë vetëm 2 herë në jetën time, që ka qenë për çështje gjeopolitike. Po pse nuk duhet isha edhe unë kur isha një lojtar, edhe pse i vogël, edhe pse pa rekomandimin e Ramiz Alis, pa coverin e Berishës, pa mbështetjen e Berishës, pa mbështetjen e Edi Ramës, përse ne nuk duhet ishim në studion e tij? Unë isha një nga 11 partit që kisha plotësuar të gjitha kushtet, kisha derdh edhe firmat në KQZ, 5800 firma për të marrë. Pse? Sepse paria e Tiranës, për të cilën punon Fevziu, i kishte thënë do të promovosh vetëm Lapajn, i cili mori 60.000 vota me Shabanin e Thurjes, oksfordistin me syze, për të çuar hallën e Adriatikut në parlament që flet gjysmë shqip, gjysmë greqisht. Nuk di shqip, s'di çfarë është parlamenti, nuk di çfarë është asgjë tjetër. Ndërsa
ne nuk na nxorri. Pse? Sepse Kreshnik Osmani nuk ishte me porosi të establishmentit Ramiz Alis dhe duhej therrur, por duhet lishim një derë hap, e ftojmë për një gjeopolitik, për lindjen e mesme, Ukraina, Izraeli, Amerika, dhe kujtoj se por linte derë hap me mua, duke më ftuar mu për gjeopolitik. Ndërkohë sa erdhën zgjedhjet, asnjëherë. Pse? Sepse ishte lojtari i Edi Ramës dhe i Sali Berishës dhe nuk e lejonin. Tashmë po bëhet gati të aratiset nga një atyre. Dhe çfarë? Pse do aratiset? Do aratiset sepse po bëhet gati që të kapi lojën e re. Ai e din që Rama është drejt fundosjes. Fundosja e Belinda Ballukut nuk është gjë tjetër. Pavarësisht se ata po e projektojnë sikur Rama po e ekzekuton, Rama nuk e ekzekutonte Belinda Ballukun pa një ndërhyrje të fortë nga jashtë. Rama nuk e shiste atë pa një ndërhyrje të fortë nga jashtë. Ne dim që edhe perëndimorët, edhe lindorët në momente të caktuara as nuk i kputet qimja fare për ne shqiptarët. Mundet t'i thonë të bëj një skeç me arrestime kështu sa për të ul tensionin popull, që të thonë po funksionon demokracia, por Rama nuk funksionon më se po prish lojën gjeopolitike. Një, dhe dyta e ka humb legjitimitetin, është i lidhur me kartelet e drogës, është i lidhur me krimin organizuar, është i lidhur me 1001 të zezat. I ka shku gjithë qeveria në burg dhe nuk ka më shans të thotë që po hanin kumdha mas shpinës time, përveç se me lejen e Berishës, i cili bën gër në parlament, dhe ndërkohë që populli duhet ishte i gjithi përpara kryeministrisë. Dhe në vin patronazhistët e Saliut poshtë pasaj dhe thonë, je bosi Kreshnik Spahiu, i bit gjithëve ti. Unë nuk jam Kreshnik Spahiu, dhe ju e dini shumë mirë që Kreshnik Spahiu ka profil tjetër. Dhe unë kam profil tjetër. Çdo qen Birçeni që tenton të ndërtoj të njëjtin profil, tenton për llogarit Berishës dhe të Ramës dhe të lojës së tyre, që të më ndërtoj për mua profil i cili unë nuk jam. Unë e njoh shumë mirë zotin Spahiu, por unë nuk jam si zoti Spahiu. Unë nuk bëj të njëjtën lojë që bën ai. Unë nuk kam të njëjtën skenar që ka ai. Dhe këtë skenar unë e paguaj me gjak. Zgjedhja e Spahiut është tjetër gjë. Zgjedhja ime është tjetër gjë. Kush nuk e kupton këtë, ose është idiot, ose është i pisët dhe i ndyrë, ose është patronazhist. Dhe në të gjitha rastet është një ndyrësirë e madhe. Fevziu e ka lexuar me instiktin e tij të sakt fundin e sistemit Rama Berisha. Ai nuk po largohet nga politika, por Blendi Fevziu është duke ndryruar rol nga komentator i ngjarjeve në kronist të epokave. Ai po transferohet sot nga komentatori i ngjarjeve në një kronist të epokave të mëdha. Në botën ku po vjen miqtë mi të dashur, Shqipëria do të ketë një klasë të re politike dhe një media të shpërbër në individ. Dhe Fevziu çfarë synon në këtë moment? Synon të jetë institucioni i fundit politik dhe mediatik që i mbijetoi tranzicionit 33 vjeçar. Kjo është arsyeja e arratisjes së tij të madhe. Po të shihni nga ana tjetër, Grida Duma, nora e Kelmendit që e quan Berisha, që iku nga Partia Demokratike në Top Channel, është lojtare e Sali Berishës, ju a kam thënë, dhe i shërben Edi Ramës, edhe ajo, tekstualisht, saktësisht, me brilancë milimetrike, me urdhra milimetrik, një lloj si Fevziu promovoi tek studiot e saj vetëm lojtarët që ja serviri Rama me Berishën, që ishin Adriatik Lapaj, Arlin Çori, Agron Shehaj, PDPS dhe gjithë këta lojtarët. Dhe ne ishim parti politike, pjesëmarrje në zgjedhëse, që Grida Duma nuk i ftoi asnjëherë. Pse? Sepse është një shërbëtore e ulët e Sali Berishës dhe Edi Ramës dhe e sistemit. Tashmë, duke qenë që i kanë rënë pikët dhe janë shpërlar gjithë, janë bërë figurat më të pështira të medias shqiptare, sepse shqiptarët nuk janë idiot. Tani ka idiot në terren, ka dhe shumë tufa debilesh, të cilët besojnë dhe frymëzohen te Grida. Kujtojnë se Grida është filozofe. Ajo është një tallse e madhe, është një njeri pa moral politik, pa integritet.
mediatik, është një njeri zero me gjuf, e cila ka aftësinë të hipnotizoj tufat e debileve që mendojnë se do frymëzohen nga ajo. Tashmë i kanë rënë pikën, janë zhvesh, janë lakurish përpara shqiptarëve. E din që do të fundoset Rama me Berishën dhe po rikrijojnë, po rishpikin veten e tyre. Grida ratiset tek hati. Hati i TikTokut, kuptoni? Është i vajzë e vogël atje, ku dëgjon çfarë bën, mban shami, ka lidh shami, edhe të shkon ke grida sepse e shohin shumë gocat dhe çunat atë në TikTok. Mban shami, nuk e mban shamin se i ka thënë Allahu, po e mbaka shamin, i tha gridës, se i thon njerëzit në rrugë je shumë e bukur me shami. Një cop kalamani martohet me njërin le tjetrin, pas një burre ka njoft në TikTok, burri se ka lënë me u marrë më me TikTokun, kjo e la burrin, edhe një gocë pas i lloj shkollimi, pas i lloj formimi, fëmijë kalaman 20 vjeç. Fenomen, thot, do hapi parti grida me hatin e TikTokut. Pse janë në krizë, dun like, dun shikime me çdo kusht. Dun shikime me çdo kusht. Hati thot fenomen. Qa ka bëj ajo kalamaj? Ajo kalama. Cop kalamani rri gjithë ditën TikTok edhe i bën kanë vënë shamin, unë thot edhe do të lanë pishin, thot se nuk ka problem me u lanë pishin me shami, edhe nuk ka problem me shku në disko me shami, nuk ka problem me shku në bordello me shami, nuk ka problem me shku me hap resortet e Samir Manes me shami, nuk ka problem me i hyp me G klas me shami, nuk ka problem me bolek me shami, me hik në Stamboll, me hik Dubai, me hik në Europë, me hik në Vjenë, dhe çfarë bën kjo? Çfarë fenomeni ka kjo? Kjo del në Facebook, ka shamin kokë, edhe i thot njerëzve unë po të bëj lek. Ky është morali këtyre. Këto janë modelet, këto janë fenomenet. Tani unë s'do merrem me hatin, se hati është një cop kalamani që nuk ka asnjë vlere, asnjë lloj aksioni, asnjë lloj gjë, por është e lirë. Gocë e re, nesër unë jam i bindur që do reflektoj, do rritet, do piqet, do kullohet, do ulet me veten. Është adoleshente, është ende e pa rritur mirë, pavarësisht se martohet nga 17 vjeç. Do rritet më vonë, do ta kuptoj, ajo është fëmijë. Këta e marrin fëmijën të shi, e shohin që fëmia ka klikime, e fusin atje ke qeta, sepse media ka rënë krizë. Ka hap grida podcast, kuptoni ju. Pse? Sepse po i konkuron YouTube, i ka nxjerrë jashtë loje YouTube. Do vi thot fenomeni hati, thot, kuptoni ju. Kjo grida që inspiron tufën e debilëve. Tufa debilësh që besojnë se ajo i jep këtyre inspirim, ajo i shërben sistemit, i shërben vetes vet, i shërben mbijetesës vet. Por njerëzit e kanë qef fikën, e kanë qef ti helmosh, i kanë qef ti mashtrosh, edhe u dhëmb e vërteta. U dhëmb, u shkatron shpirtin, i çan jetën. Barka është çarmi. Bëuni gati për tranzicionin, bëuni gati. Fevziu është lojtari i madh i sistemit. Arratisja e Fevziut është sinjal që Barka është qarë. Bëni kujdes çfarë do të ndërtoni dhe për çfarë do të përgatiteni. Planet e shërbimeve sekrete ju a kam shpjeguar natë për natë. Ju a kam treguar natë për natë. Ju a kam folur natë për natë. Çfarë po gatuhet për shqiptarët ju a kam thënë natë për natë. Çfarë po ndodh në Shqipëri ju a kam thënë natë për natë. Kujdes, mos shkoni nga shiu në breshë. Rama dhe Berisha është mbyllë epoka tyre, por janë shumë të fuqishëm. Janë miliarder, kontrollojnë klane, kontrollojnë grupe, kontrollojnë krim, kontrollojnë para, kontrollojnë media, kontrollojnë prime time dhe janë shumë të pushtetshëm ende. Bëni kujdes. Nuk e di, kam dyshimet e mia, nëse populli e ka fuqit, unë besoj që populli i ka energjit për të zgjuar, për të shkund, për të ngrit në këmbë, për të hapur syt, për të hedhur një grusht ujë të ftohtë, për ta bërë grushtin bashkë dhe për t'i rënë mu në mes të fytyrës së klasës ordinere politike 34 vjeçare, e cila mashtron shqiptarët bashkë me miqtë e tyre ndërkombëtar, të cilët herë për këdhelin, herë na shesin sipas interesave të tyre. Shpëtoni veten, përndryshe nuk keni shpëtim. Shpëtimi do ju vi nga vetja juaj, nuk do t'ju vi nga jashtë. Miqt e Shqipërisë dhe shqiptarëve, po ju dhan një dorë, ju qoftë halal
dhe do të hyjë në historinë e kombit si shpëtimtar të Shqipërisë. Në qoftë se jo, ky komb do të zhduket fatkeqësisht. Dhe plani është më i madh se sa ju, është më i madh se sa unë. Mos na shkruani te komentet se mund t'ju vrasin, mund t'ju helmojnë, kujdesni, kush hy me shpëtu kombin i ka bërë llogari gjitha, i kemi bërë llogari gjitha. Më mirë të vdesësh i lirë, se sa të vdesësh qembir qeni. Njeriu vdes kur e ka caktuar i Madhi Zot. Jeton një herë dhe vdes një herë, por jeton me dinjitet, me krenari dhe me kokën lart. Ti jetosh si qen gjithë jetën tënde, si fshirëse këpucës gjithë jetën tënde, me këpucën sipër zvergut, nuk është jetë, ajo është jetë qeni, ajo është jetë kafshësh. Ne nuk jemi sklever. I Madhi Zot na ka dalë, na ka nxjerrë të lirë nga barqet e nënave tona, dhe s'ka fuqi në botë na skllavroj. Kjo është betejë për lirinë, kjo është betejë për Shqipërinë. Kjo është skenari i arratisjes së figurës kyç të tranzicionit shqiptar, gazetarit Blendi Fevziu dhe analiza e deklaratës së tij tek Ylli Rakipi dhe mesazheve që ai lëshon se ka nisur arratisjen nga barka e Ramës dhe e Berishës. Kaq kisha për sot. Zhvillime të tjera do të kemi në vijim, na ndiqni sepse do të ketë informacione të jashtëzakonshme, analiza të imta shumë të kujdesshme, shumë sipas mendimit tim produktive që duhet i dini ju dhe pjesa tjetër shqiptare. Ju falenderoj nga zemra për kohën tuaj të çmuar që na e dhuroni, për kujdesin dhe për përkëdheljen e jashtëzakonshme që na bëni me komente inkurajuese, mbështetëse. Ju apaqim borxh Shqipërisë, ju edhe të gjithë atyre që na mbështesin, na duan dhe na japin dorën. Ju falenderoj nga zemra. Kaq për tani. Pjesa tjetër ju e dini, vijon në numrin e ardhshëm.